Natyra e kapitalit. Kapitali prodhohet, ai ndërtohet ose krijohet i ndryshëm nga një burim natyror, duke qenë se krijohet nga një proces prodhimi. Ai kërkon që të heqësh dorë nga një konsum i mundshëm. Një vend duhet të zgjedhë ndërmjet investimit apo konsumit. Vendimi për të investuar në kapital mund të jetë privat ose publik. Një vend investon pjesë të madhe të prodhimit final në prodhimin e kapitaleve. Pra, siç e them, natyra e kapitalit kishte përveç pjesës parë, kapitali prodhohet, ai ndërtohet ose krijohet. Roli i kapitalit në prodhim. Analiza marrëdhënies ndërmjet kapitalit për të punësuar input dhe prodhimit për të punësuar output, y barazi me f k l-s, ka kthime në shkallë konstante, y barazi me z f k l-s. Grafiku 1, funksioni i prodhimit në zvogëlimin e produktit marginal të kapitalit. A production function with diminishing marginal production of capital per worker. MPK1, PK1, grafiku shihet qartë. Në njërën anë përmban kapitalin për punëtor, në anën tjetër output per worker, y. MPK1, MPK1, FK funksioni, grafiku. Funksioni Cobb-Douglas shërben për të shpjeguar nivelet inputeve dhe outputeve që përdoren dhe prodhohen. F barazi me k l-s në klapa, barazi me k, alfa l1 minus alfa. A barazi me produktiviteti, alfa barazi shpjegon në çfarë mënyre kapitali dhe puna ndërthuar ndërmjet tyre për të marrë produktin final. Prodhimi për të punësuar vjen nga formula y barazi me a k alfa. Paga motivon individet që të ofrojnë punën e tyre, pra që të punojnë. MPK barazi me alfa a k fuqi alfa minus 1 l fuqi 1 minus alfa. Modeli Solow. Modeli Solow analizon se si përcaktohet kapitali për të punësuar. Karakteristikat e modelit: sasia e punës së disponueshme është konstante në kohë, pra nuk ndryshon. Kur kemi një funksion Cobb-Douglas, parametri a nuk ndryshon, ai qëndron konstant. Grumbullimi i kapitalit është faktori më i rëndësishëm i cili shkakton dy duguri: investimin, pra krijimin e kapitalit të ri, amortizimin, pra uljen e vlerës së kapitalit.
Modeli SLO. Ndryshimi i stokut të kapitalit jepet nga ndryshimi ndërmjet vlerës së investimit dhe vlerës së amortizimit, nga formula që i jepet, ku I barzë me investimit dhe T barzë me amortizimi. I investimi përcaktohet nga 1% konstante e prodhimit, gamma, I barzë me gamma që shumëzon Y, D. Amortizimi përcaktohet nga një vlerë konstante e stokut të kapitalit, D barzë delta që shumëzon K. Pra, thurje K formula barzë me gamma që shumëzon Y minus delta që shumëzon K. Modeli SLO si teoria e normave të rritjes së relative, përsa disa vende arriten më shpejt se disa të tjerë. Rritja e një vendi është e mundur vetëm në tranzicionin drejt nivelit të stacionaritetit. Sa më e madhe të jetë distanca nga niveli stacionuar, aq më e madhe do jetë norma e rritjes. Një vend shumë poshtë gjendjes stacionare do të rritet shumë shpejt, por sa më shumë të afrohet nivelit stacionare do të ngallësojë rritjen duke e çuar atë në zero. Nëse një vend ka një stok kapitali shumë sipër nivelit stacionar, ky stok do të ulet me shpejtësi derisa të arrijë në nivelin stacionuar.